Sot veç e filluam konferencën tonë ndërkombëtare Mbrojtja e Demokracisë, fushbeteja e së vërtetës. Ajo do të mbahet nga sot, veç ka filluar në orët e mëngjesit deri më 10 tetor, do të thotë deri të premten, konferenca si konferencë, dhe është pjesë e projektit të quajtur naviguesi demokratik i mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës Federale të Gjermanisë. Në këtë konferencë, do me thënë, sot filluam me punëtori pas dyerve të mbyllura, në të cilat unë do të filloj prej punëtorive të mëngjesit, mandej do të vazhdoj. Kjo punëtori ishte e quajtur kuptimi i kërcënimeve dhe si ta formësojmë përgjigjen ndaj këtyre kërcënimeve. Punëtoria u nda në 3 grupe punuese me pjesëmarrës nga jashtë si dhe të ekipit të civilit. Tema e parë ishte agresioni rus kundër Ukrainës dhe lufta hibride kundër Evropës, a do të ketë luftëra të reja në Evropë deri në vitin 2030. Pse është 2030? Sepse ne me këtë punëtori kemi reflektuar skenare, në këtë rast skenare jo shumë të mira se çka do të ndodhë në vitin 2030. Dhe nga këto grupe punuese me titujt, si që thash të parin, dhe të grupit të dytë, tendencat e ekstremit të djathtë dhe regjimet autoritare, demokracia në rrezik, dhe garë demokratike ose operacione ndikimi populist autoritar, zgjedhjet në shqyrtim. Se di siç e vërejtët, asnjëherë nuk tham se demokracia ka rënë, ose do të me thanë tash e mbrojmë demokracinë. Me këtë punëtori, fillimisht nxorëm disa tituj se çfarë do të ndodhë në vitin 30. Tituj të mediave botërore, si do të kishin qenë titujt e mediave në të gjitha këto temat. Nga punëtoria e parë doli titulli Anijet ushterake ruse në gatishmëri në detin e Zi, Bullgaria dhe Rumania në shënjestër. Nga punëtoria e dytë doli titulli Mes biznesit dhe fesë, Meka mes Turqisë dhe Izraelit. Ndërsa nga grupi punuesi tretë doli titulli Demokracia ka humbur truallin, do të thotë ka humbur, regjimet autoritare kanë pushtuar hapësirën evropiane. U bisedua shumë në këto grupe punuese, skenare të ndryshme, do të thotë, u përpunuan, dhe mbas 2 javëve besoj ashtu 10 ditësh tham se do t'i përpunojmë skenaret më pozitive. Po dhe këto do t'jenë të publikuara të gjitha me kohë. Në vazhdim, konferenca treditore Mbrojtja e Demokracisë, fushbeteja e së vërtetës, është organizuar në Organizim të Civil Qendrës për Liri, në partneritet me antarët bashkëthemelues të Aleancës Westminster për Ukrainën, Mbrojtja e Demokracisë, iniciativa Nisma Globale, New European People's Forum, Media Dialog Gjermani, në bashkëpunim edhe me organizatat partnere tjera të Centro Studi Internazionali e Italisë dhe me shoqatën Jean Monnet e Francës. Në këtë konferencë do të shqyrtohen dezinformimi, propaganda, lufta hibride dhe si kërcënime të drejtë për drejta ndaj shoqërive demokratike të cilat minojnë lirinë e medias, dobësojnë mbrojtjen dhe sigurinë, si dhe rrezikojnë integritetin e zgjedhjeve. Gjatë këtyre 3 ditëve, partnerë të ftuar ndërkombëtar, siç ishin në konferencën për shtyp para kësaj, por edhe shumë pjesëmarrës tjerë, më duket se janë mbi 10 sa ishin, do të marrin pjesë me shpalosjet e tyre në panelin që do të mbahet sot në ora 6 pas dite, dhe jeni të ftuar të gjithë ta dëgjoni. Dhe ta përcjellni si dhe ta transmetoni kush do të jetë shumë interesante.
Besoj se programin e konferencës e keni veç të gjitha mediat, ju kemi dërguar disa here. Për shkurt mund t'ju tregoj se çfarë është përmban sot treguam punëtorit, ja kemi 2 ose 3 konferenca për shtyp, nëse i numërojmë shqipët e maqedonisht, me gjithat ndërkombëtaren, e cila u mbajt para kësaj. Më vonë do të kemi rretëzime, takime dhe sonte do t'jetë paneli kryesor, lufta e Ukrainës, njëkohësisht edhe hapës i gjithë konferencës, i titulluar E ardhmja e Evropës, realiteti ynë i përbashkët, mësimet dhe hapat e ardhshëm. Ndërsa nesër do të fillojmë në ora 10 veçmë me 2 panele me tituj dhe tema shumë interesante. Titulli i panelit të parë është Rënja demokratike dhe implikimet dhe pasojat, me panelist nga Maqedonia, dhe paneli i dytë do të fillojë në ora 11:30 dhe do të ka të bëjë me integritetin e proceseve të zgjedhore dhe të qëndrueshmërisë demokratike, sfidat e zgjedhjet. Gjithashtu me panelist nga Maqedonia, dhe në këtë panel gjithashtu do ta përfshim edhe punën tonë, punën e organizatës tonë Civil Qendrës për Liri në lidhje me zgjedhjet. Siç e dini, Civili ka shumë vite me radhë që çdo proces zgjedhor e vëzhgon, kështu edhe këtë vit do të zgjedhjet lokale që do të mbahen tani vetëm edhe 1 javë kemi deri në zgjedhjet, gati se 10 ditë s'ka, do të mbahen zgjedhjet lokale, të cilat do të jenë në 2 raunde dhe Civili do t'i vëzhgojë me vëzhgues nga tereni, si çdo herë, por edhe vëzhgues na vetë jemi vëzhgues edhe organizata jonë edhe ekipet e organizatës tonë. Dhe për çdo pyetje për rreth zgjedhjeve, ju lutem të na drejtoheni pa problem, si çdo herë kemi konferenca për shtyp të rregullta, do të kemi, veçim kemi filluar, kemi raporte të rëndësishme për narrativat të cilat i ndjekin këto zgjedhje veç më para se të fillojnë zgjedhjet, veç më para se të fillojë edhe fushata para zgjedhore, do të filloj shumë më herët se ajo zyrtarja, kështu që mund të t'i përcjellni ato raporte edhe në platformat tona mediatike në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze. Mendoj se i përmbledha të gjitha. Po, faleminderit shumë.